Pakufinj në Albania FM. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në emisionin e radhës Pakufi. Edhe sot, si çdo ditë, do të lexojmë opinionin e analistëve të njohur të gazetarisë shqiptare në lidhje me problematikat që shqetësojnë opinionin publik. Artikulli që kemi zgjedhur për sot është shkruar nga Ilir Vata dhe titullohet Drejtësia, koha për peshqit e mëdhenj. Cili politikan do të shkoj pas imamit dhe sa janë pasuritë e tyre? Pyesin qytetarët. Nëse nuk do të ketë një luftë reale antikorrupsion kundër zyrtarëve të lartë, jo vetëm shqiptarët, por askush nuk do të na besojë se shteti i së drejtës në Shqipëri ka zënë fill dhe më keq akoma, nëse nuk zbulohen pasuritë miliarda dollarësh që kanë shtetarët dhe politikanët, vendi do të rrokulliset drejt falimentimit. Ajo që shqiptarët besojnë më shumë është fakti se korrupsioni është alarmant dhe është kthyer në një formë sistemi nga politikanët dhe shtetarët. Dhe kjo bindje çdo ditë po prevalon më shumë. Por ajo që presin është lufta ndaj korrupsionit dhe nuk mjafton me kapjen e disa shtetarëve të vegjël, por duhet që bosët e korrupsionit të shkojnë para drejtësisë. Qeveria është në moshën e duhur disa mujore dhe tashmë ajo duhet të ketë përpunuar të dhënat dhe gjetur provat e faktet për politikanët dhe shtetarët e korruptuar, siç është edhe rasti i Imami, që tashmë në rrugë zyrtare është kallëzuar penalisht dhe prokuroria po vazhdon hetimet, ndonse me ritëm të ngadalt. Kjo ngadalësi e organit të akuzës po humb besimin qytetar për një luftë reale kundër korrupsionit. E nëse nuk luftohet që nga politikanët dhe shtetarët e lartë, ajo do e humb kuptimin, si përgjatë viteve të tranzicionit. Më herët, kryeministri Rama, i ndodhur përballë presionit të qytetarëve për një luftë antikorrupsion, deklaroi: "Ne nuk mund të marrim prangat në duar dhe të arrestojmë njerëz." Shumë e drejtë, por ama institucionet shtetërore të antikorrupsionit tashmë janë maturuar e njohur me faktet dhe normalisht në të gjithë këtë zallamahi të korruptuar padyshim që ka. Janë sheshit faktet. Në të gjithë vijën bregdetare, politikan, deputet dhe ish-ministra kanë asetet e tyre të patundshme. Madje këto prona të paluajtshme kanë pushtuar dhe malet, si Maja e Moravës. Madje çdo kryetar komune ka në posedim disa prona, përveç atë të vendbanimit. Këto janë lehtësisht të verifikueshme. Institucionet shtetërore tashmë duhet i kenë gati provat dhe faktet. Shqiptarët presin që drejtësia të shkojë në vend, pasi pasuritë miliarda dollarësh që posedojnë të korruptuarit janë para të taksapaguesve shqiptar. Të paktën këto asete janë të dukshme, pa pyetur për pronat dhe parat jashtë shtetit. Shqiptarët duan drejtësi dhe kjo është e kuptueshme, që nga kryekomunarët dhe deri tek zyrtarët e lartë shtetëror, të dieshmit dhe të sotmit, duhet të kalojnë në filtrin antikorrupsion dhe të gjitha rastet e hasura t'i dërgohen drejtësisë, jo vetëm si një premtim qeverisës, por edhe si një detyrim ligjor e kushtetues, madje dhe moral. Cili politikan do të shkoj pas imamit dhe sa janë pasuritë e tyre? Pyesin qytetarët. Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë se opinionet e autorëve nuk paraqesin domosdoshmërisht edhe opinionin e redaksisë. Pakufinj